Përzgjedhësi i Kosovës në futboll Franco Foda ka dhënë një mesazh të qartë për ekipin dhe tifozët para ndeshjes kundër Armenisë. Foda ka thënë se në këtë përballje nuk do të ketë eksperimente, përkundrazi, synimi është vetëm fitoria. Ndeshja miqësore Kosovë-Armeni luhet të premten në stadiumin Fadil Vohri në Prishtinë, nis në orën 19. Qëllimi kryesor i ynë është që këto dy ndeshje t'i fitojmë, nuk dëshirojmë të eksperimentojmë. Jemi duke u përgatitur mirë për fazën kualifikuese të botrorit në shtator ndaj Zvicrës dhe Suedisë. Është shumë me rëndësi që në fushë të dalim me lojtarët më të mirë, të cilët i kemi përgatitur dhe do t'i ndjekim parimet tona. Dardanet janë të vendosur të fitojnë armenët e më pas edhe përfaqësuesen e Komorëve para sfidave më të vështira që i presin në shtator. Tekniku gjerman e ka cilësuar takimin si një mundësi të artë për lojtarët e rinj apo atyre që kanë pasur më pak hapësirë në të kaluarën te Kosova. Lëndimet janë pjesë e futbollit, pjesë e përditshmërisë. Unë jam një trajner i cili punoj me lojtarët që janë në dispozicion, të gatshëm dhe me shëndet të mirë. Kur dihet që 3-4 lojtarë të rëndësishëm po mungojnë, do të tentojmë t'i zëvendësojmë ata lojtarë. I kemi 25 lojtarë të ftuar dhe kjo do të thotë se do t'i japi mundësi të tjera lojtarëve të tjerë që ta tregojnë veten para ndeshjeve të shtatorit. Kosova do të përballet në eliminatorët e botrorit 2026 me Zvicrën dhe Suedinë në shtator, në grup e ka dhe Sloveninë. Foda është i vetëdijshëm që nuk ka hapësirë për gabime dhe për këtë arsye çdo ndeshje qoftë edhe miqësore, Foda thotë se ka vlerë të madhe. Tani jemi duke u përgatitur për ndeshjet e radhës, të cilat do t'i zhvillojmë në ditët e ardhshme. Jam i koncentruar plotësisht në lojtarët që i kam në dispozicion. Tani e kemi edhe seancën e fundit stërvitore, përfundimtaren. Në këtë rast do t'i aplikojmë gjitha metodat tona të punës, parimet tona të punës. Do t'jemi aktiv, do t'i bëjmë presion kundërshtarit, do të kemi një lojë mjaft agresive dhe do të tentojmë të luajmë lojë sa më ofensive. Qëllimi ynë kryesor është që paraqitja jonë si skuadër të jetë sa më kompakte dhe sa më stabile. Ai ka theksuar se në të ardhmen ekipi të Kosovës do t'i bashkohen edhe lojtarët e rinj. Një prej lojtarëve që Kosova është e interesuar ta ketë në mesin e saj është edhe sulmuesi Dardan Shabanaxhaj. Foda ka konfirmuar bisedimet me sulmuesin e Rubin Kazanit. Me Fodën në konferencë u paraqit edhe mbrojtësi Karaut Mërgin Vojvoda. Vojvoda është një nga pak lojtar yje që i është bashkuar Kosovës për miqësorët e këtij muaji. Ai ka thënë se paraqitja për Kosovën është detyrim. Tash çdo lojtar ka arsyeën e vet. Treni e selektori o këtu për me vendos për ata lojtar që janë që janë, ama normal që unë e kam detyrë me orë dhe kur të kryhet këto dy lojë, pastaj jam pushim. Ai ka vlerësuar të rëndësishme miqësorët. Po çdo lojë me kombëtarin është e rëndësishme për sidomos çito për mi përgatitur ato tjera që vinë në shtator, kështu që është shumë e rëndësishme me fitu, me vazhdu me pozitivitet, me fitore dhe është rast për çdo lojtar të ri që është këtu me kallëzu veten edhe me bën një grup sa më të fortë dhe një konkurrencë sa më të madhe. Vojvoda ka folur edhe për ndeshjet e para kualifikuese për Kupën e Botës 2026. Ai shpreson ta nisin me fitore ciklin e ri kualifikues. Kosova më 5 shtator luan ndaj Zvicrës në Basel, kurse më tej shtator e pret Suedinë në Prishtinë. Po është proces i ri edhe shpresojmë si normal si shpresojmë se ti marrim pikë Zvicrës apo Suedisë, kushdo që jetë ata që kena në grup. Dy lojët e para janë kundër Zvicrës dhe Suedisë. Shpresojmë që ti marrim pikë ato që lojë që kemi bërë kundër Zvicrës më herët. Besoj që kemi treguar lojë të mirë, angazhim të mirë, kështu që shpresojmë që vetë që na prind fati edhe të fitojmë. Kosova të hënën luan ndaj përfaqësuesve së Komorëve po ashtu nga ora 19.